të ruajmë gjymtyrët tona, të ruajmë gjymtyrët për asaj që për gjithçka që i dëmton ato, të ruajmë dëgjimin ton, shikimin ton, të ruajmë gjuhën ton, të ruajmë zemrat tona dhe organet tona. Allahu i lartësuar thotë për dëgjimin, shikimin, për zemrën, për të gjitha këto, ai pra njeriu është përgjegjës. Thotë besimtarëve t'i ulin, t'i shmangin shikimet e tyre dhe të ruajnë organet e tyre. Kjo është më mirë për ta. Allahu është i gjithditur, i mirinjohur për atë të cilën ata e veprojnë. Profeti alayhi salatu wassalam na thot në këtë hadith, ai i cili më garanton, ai i cili ruan atë që është mes nofullave të tij, pra gjuhën, dhe atë që ndodhet mes këmbëve të tij, i garantoj atij xhennetin. Gjëja, vëllezër dhe motra, të cilën më së shumti duhet ta ruajmë, të kujdesemi për të nga të gjitha gjymtyrët, cila është, ajo është zemra. Sepse kjo zemër është mbreti i gjymtyrëve. Prej zemrës të gjitha gjymtyrët marrin urdhresat dhe ndalesat. Reagojnë me reagimin e zemrës. Nëse zemra e dëshiron diçka, gjymtyrët reagojnë. Nëse zemra nuk e do diçka, gjymtyrët tërhiqen. Ndaj nëse kjo zemër është një zemër e shëndetshme nga ana fetare dhe gjymtyrët e tjera do të jenë të shëndetshme nga ana fetare. Nëse kjo zemër çrregullohet dhe prishet, atëherë dhe gjymtyrët e tjera do të prishen.